U rikthehemi sërish në studio, si gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit tanë, gjithmonë jemi me të ftuarit ku ne trajtojmë temat të ndryshme dhe personalitetet të ndryshme. Në ritmin e ditës këtu në TVM2, sot kemi kënaqësinë të kemi në studio një emër të njohur të jetës publike shqiptare, zotin Azgan Haklaj. Për shumë vite është njohur për angazhimin e tij të fuqishëm politik. Vitet e fundit e shohim gjithnjë më shumë të angazhuar në promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare. Së fundmi ai përfaqësoi Shqipërinë në Sanremo me vallën tradicionale të tropojës, duke sjellë para publikut ndërkombëtar një pjesë të identitetit ton kombëtar. Zoti Haklaj, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është nder dhe kënaqësi për neve që t'ju kemi sot në studio. Çfarë të thotë për ju të përfaqësoni Shqipërinë pikërisht në një skenë ndërkombëtare si ajo në Sanremo, aq më tepër me vajzën tuaj? Sigurisht që është nder dhe kënaqësi për mua që ndodhem sot në televizionin tuaj. Faleminderit për ftesën. Me shumë pengesa erdhët, them të vërtetën, për shkak të qëndrimit ndaj meje të autoriteteve maqedone. Unë detyrova të informoj dhe ambasadorin e Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut. Kishte pengesë në kufi? Sigurisht, po. Sigurisht një pengesë e madhe në kufi. Po patjetër një angazhimin e ambasadorit, bëri të mundur arrin time dhe qëndroi deri në orë të vonë Amram me mua dhe deputeti Ilir Hasani, të cilët i falenderoj publikisht. Dhe ndodhem sot në studion tuaj për të përcjell këtë pyetjen e parë, duke nisur me pyetjen e parë, domethënë me atmosferën me Sanremon. Ishte një kërkesë e organizatorëve për të marrë pjesë në Sanremo. Unë së bashku me vajzën time, Adelën, e cila studion në Francë për spektakël art spektakël, domethënë, për vallëzim, aktrim dhe regji. Dhe morëm pjesë në mes 18 shteteve. Natyrisht që menjëherë sapo u prezantua emri i Shqipërisë, por dhe kostumet kombëtare, rrëmbyen duartërhiqjet të publikut, madje gjatë interpretimit spikati dhe duartërhiqja e vet jurisë. Do të thënë, kam qenë në shumë skena ndërkombëtare, kombëtare, por nuk më ka ndodhur të shoh jurin duke duartërhitur. Sigurisht unë ndjem shumë të kënaqur, shumë të emocionuar që pse ishte një barë e madhe të përfaqësojmë Shqipërinë në këtë festival që ka të Sanremos, ku merren pjesë 18 shtete, theksoj edhe një herë faktin, pra një numër i madh shtetesh. Dhe ajo që ishte e rëndësishme është se 3 numrat ishin më të mirë. Ishte një numër i një vajze jetime, e cila ishte nga Ukraina, i kishin vrarë prindrit, e ishte birësuar nga një familje italiane. Ai këndoi prindërve të vet Ukrainës, luftës në Ukrainë. Pra ishte një performancë e shkëlqyer e saj, ishte vallja nga Shqipëria dhe një valle latinoamerikane. Pra 3 numrat më të mirë për themi të festivalit, dhe na erdhi shumë mirë që ne përfaqësojmë densisht Shqipërinë, por ai që në bërë për përshtypje, sa përam nga skena, me njëherë publiku vazhdoi duartërhiqjet, por disa u shkëputën për të bërë foto me ne, pra për te modestisë do të themi që u sulën pas nesh për të shkëputur një foto, edhe për shkak të kostumeve kombëtare dhe për shkak të interpretimit dhe të gjithë publiku, do të thënë thërriste bravo. Shumë bukur. Ju keni zgjedhur pikërisht vallën e velindjes suaj, Tropojës. Çfarë mesazhi doni ta përcjellni? Sigurisht do përcjellim vallja e Tropojës, kthimi i Tropojës që tashmë është pjesë e trashëgimisë në UNESCO. Është një kthim karakteristik, kthim epik, që paraqet qendresë, paraqet forcë, dinamizëm, papërkullshmëri, dhe ne arritëm qëllimit që ta çojmë tamam, domethënë, me këtë tregues. Unë ka rreth 40 vite që jam në skenë. Nuk është hera e parë që kam marrë pjesë në festival ndërkombëtar. Kam qenë në festivalin e dancit botëror në Tel Aviv, në Izrael në vitin 2002. Kur isha dhe deputet në Kuvendërinë e Shqipërisë, kam qenë me ansamblin Dardania Tropojës dhe në festivalin ku merren pjesë 40 shtete. Dhe kemi marrë vendin e parë pra në festivalin e dancit botëror. Ka qenë festivali organizuar nën kujdesin e presidentit të Izraelit Musha Kacap. Kam qenë në festivalin Ballkanik në Selanik, ku kemi marrë vendin e parë në vitin 2003, 16 shtete. Dhe kam qenë pastaj në disa festivale kombëtare, të tjera ndërkombëtare, pra nuk është hera e parë që marr pjesë në një festival ndërkombëtar, por kësaj radhe ishte një përgjegjësi shumë e madhe sepse isha edhe me vajzën time, pra
ishte një emocion jashtëzakonshëm tek Ka qenë më ndryshe të themi se herave tjera. Të interpretosh dhe një farforme t'ja dërzosh stafetën me trive. Në të rive, shumë bukur. Si reagoi publiku italian? A pati interes për kulturën shqiptare? Sigurisht, pra pati një, thash pak më sipër, pati një interes të jashtëzakonshëm sepse pati shumë ovacione dhe thirrje për Shqipërinë nga publiku. Do të thënë që nuk më ka ndodhur në fakt edhe në Izrael ka qenë thirrje të tilla, sepse kostumet janë shumë bukura dhe ishte kënaqësi shumë e madhe sepse Sanremo vesh kuqezi. Kishte, me të thënë drejtë, nuk ishte shumë se kishte shumë shqiptarë aty, pak shqiptarë kishte dhe publiku, domethënë reagoi pavarësisht se kishte sepse shqiptarët e duan shumë kulturën shqiptare, por s'po themi që kishte duar tërhiqje shqiptarësh, se kishte pak, por prezant, por kishte, domethënë publiku kishte njohuri të themi për kulturën shqiptare. Kishte njohuri dhe prezantimi që i bëri prezantuesja, domethënë që në fillim e goditi publikun sepse i bëri një prezantim të gjatë, duke i quajtur vallën e Kreshnikëve, në logun e zanave, sepse dihet që eposi i Kreshnikëve tashmë e kemi dërguar dhe në vitin 2015 në festivalin e Gjirokastës, dhe ne po përpiqemi ta dërgojmë edhe eposin e Kreshnikëve në UNESCO, sepse kombet tjera i kanë eposit e tyre. Po shpresojmë, po besojmë që me një përpjekje të madhe që po bëjmë një grup të madh artistësh, studiueshësh, lingvistësh dhe etnologësh do ta bëjmë të mundur që të bëjmë një projekt të madh për ta përgatitur Ministrinë e Kulturës, për ta bërë pjesë të trashëgimisë kulturore të Shqipërisë dhe për ta nisur në UNESCO. Sepse është krejt e pafalshme për ne që kombet tjera e theksoj, e kanë në UNESCO eposit të tyre, siç është për shembull Nibelungët e Gjermanisë, Dioskurët e Greqisë, këngët e Rolandit në Francë, të Sidit në Spanjë, vetat indiane, dhe ne ende nuk kemi eposin ton që është tharmi i kalimit nga identiteti i lirë Dardan në atë armënor. Po shpresojmë e besojmë që do të realizojmë edhe këtë. Edhe këtë. Ju e potencuat edhe më herët që ishte pak më ndryshe nga herave tjera, sepse jeni ngjitur në skenë bashku me vajzën tuaj. Çfarë emocionesh keni pasur gjatë ngjitjes së themi në skenë, por gjithashtu edhe ato para përgatitjet për në këtë festival? Po ishte emocion sepse e para isha me vajzën time, e dyta duhet të theksoj faktin që ishte një përgjegjësi sepse përfaqësoja kombin shqiptar, e treta duhet të theksoj faktin që atë jelek Xhamadan, si i thoni ju, që kisha unë të veshur, ishte mbi një shekull. Është jeleku i gjyshit tim, një patriot i madh, dhe aty pra në veshur me vete kisha historinë e familjes Haklaj, e qendresës Malçisë Gjakovës edhe të shqiptarizmit. Pra ishte diçka shumë simbolike, domethënë ky Xhamadan, ky jelek, sepse familja Haklaj, pra familja nga Viun, është një familje me kontribut shquar, gati me shumë që 150 vite që nga lidhja shqiptare për Prizrenit, pra ka 4 dëshmorë të dheut, pra është shquar për betejat e rëndësishme që nga lidhja shqiptare, se gjyshi im Shpend Zeqir Haklaj ka qenë një nga drejtuesit e formacioneve ushtarake të Gashit, që është plagosur kur ka rënë Mit Sokoli. Pastaj kemi betejën e Korat e Haklaj në vitet 1990, pra betejën me Xhon Turqit, ku ka mbet Manarif Haklaj, është vrarë Zmail Plak Haklaj në Dëshan me Xhon Turqit, dhe kam Rustem Sadri Haklaj, i cili ka rënë në vitin 1987 për mbrojtjen e institucioneve në Shqipëri, i shpallur dëshmorja dheut. Pra një familje me kontribut të madh, kombëtar dhe ishte një përgjegjësi që bashkë sepse kënga dhe vallja shpalosin historinë e kombit dhe unë aty shpalosja kisha në memorien time historinë e familjes, historinë e trofojës Malçisë Gjakovës dhe historinë e kombit tim. Dhe unë nisur nga kjo, kam organizuar dhe kam themeluar bashkë me disa miq të mit prej 25 vitesh Unionin Artistik të Kombit Shqiptar, ose thënë ndryshe Parlamenti Shpirtëror i Kombit, që ka patur një ser aktivitetesh për 25 vite, 24 vite me sukses Sofrën Dardane në Tropoj, pra këtë vit, në majtë e këtij viti, organizuam Sofrën Dardane të titulluar Jam Dardan, jam UÇK, një kombë në histori, liri për shërimtarët. Pse e titulluam kështu? Sepse pa ushtrinë shërimtare të Kosovës nuk do të kishte Dardani të çliruar, nuk do të kishte Sofrë Dardane, dhe menyja e Sofrës Dardane është nacionalizëm, patriotizëm, është kënga, vallja, gjitha këto në një vend, që shpalos historinë
tonë kombëtare. Para një viti kemi bërë edhe një aktivitet kushtuar një njeriu që ka thënë gjithçka. Dhe unë është një njeri që e kemi quajtur një jetë 3 luftra, që është vrarë këtu në Maqedoninë e Veriut, është miku im Tahir Sinani, edhe me datën 29 ka 25 vjetorin e Rënjës, dhe e titulluam pra një jetë 3 luftra, duke e lidhur gjithnjë kështu pra Sofrën Dardane me historinë tonë të çmuar kombëtare. Kemi realizuar me shumë sukses 11 vite Festivalin e Këngës dhe Ballës Çame në Sarandë. Kemi realizuar spektaklin Një kom, një qëndrim në sheshin Skënderbej, Një kom, një histori në Vlorë, Një kom, një kulturë në Ferizaj. Kemi realizuar aktivitete këtu në Shkup, kemi bashkëpunim të shkëlqyer me disa shoqata, shoqëri kulturore të Maqedonisë së Veriut, me shoqatën Drita Dervenit, me shoqërinë kulturore Minduraku, me shoqërinë kulturore artistike Dibra Madhe me drejtues Miqe Duka, e shumë shoqata tjera. Kemi realizuar me shumë sukses Festivalin e Këngës dhe Ballës Shqipe në vitin 2011 në Preshevë. Këtu me këtë rast Rusia ka bërë një notë proteste kundër Azgan Haklet, pra, ti që kene studio, ndaj qeverisë shqiptare, për deklaratat e mia patriotike, sepse unë atëherë thash që gjatë fjalës time që Presheva dhe Çamëria janë 2 degë thara, apo 2 degë të thyra, apo jo të thara të rrisit të në kombëtar shqiptar. Dhe për këtë reagoi sigurisht edhe Rusia. Kemi patur pastaj aktivitete kushtuar Nën Terezës në Tuzë Malitzi, aktivitete kushtuar Dexhën Lulit, kemi një sërë aktivitetesh të tjera në radhë që Unioni Artistik i Kombit Shqiptar, pra Parlamenti Shpirtëror i Kombit, i ka realizuar me shumë sukses. Unë shfrytëzoj rastin të përshëndes gjithë shoqatat kulturore, artistike, të trojave etnike, gjithë artistët që kanë kontribuar në vite, të përshëndes edhe institucionet shtetërore në Shqipëri, në Kosovë, gjithandej që kanë ndëruar me tituj, çmime të ndryshme, edhe Unionin Artistik, edhe krejt ekipin drejtues të Unionit Artistik për spektaklet e mëdha që ka organizuar tematiko-patriotike në shërbim të çështjes kombëtare shqiptare, sepse mesazhet që jep arti dhe diplomacia vështirë që jep politika. Pra, ne kemi bërë art diplomatik, diplomacia artistike, art politik, politik artistike. Dhe jemi shtrirë në të gjitha hapësirën etnike të kombit shqiptar dhe pa droj më të themi që kemi realizuar bashkimin shpirtëror e kulturor të kombit dhe besojmë që shumë shpejt të bëjmë bashkimin kombëtar, siç e kanë kryer kombet tjera me kohë. Shpresojmë në të ardhmen. Mund të na thuani se çfarë ju tha vajza pas performancës, pasi ju e potencuat edhe vetë që keni pasur një xhamadan të veshur, një shekuj që mund të themi që ju tani e keni përcjellur. Pra kisha një shekull me vete. Po, një shekull me vete. Po, edhe vajza ka qenë pjesë e asaj performance. Çfarë ju tha vajza? Sa ishte e kënaqur edhe ajo që të merr? Ne nuk është se kërkuam ne të shkonim në Sanremo, po ishte në kishin gjetur, domethënë nëpërmjet shqiptarëve kishin bërë një ndërhyrje organizatorët e përfundimisht unë ju ktheva përgjigjen dhe thash do të marrim pjesë dhe që nga momenti që i thash dhe vajzës që do shkojmë në Sanremo, sigurisht që ajo përcolli me shumë emocione dhe hera parë që ajo interpretonte në një skenë të madhe dhe me partner që ishte babajnë e saj. Pra ishte një emocion i jashtëzakonshëm, e cila është shprehu edhe në një studio, do të thënë televizive që nëpërmjet telefonit na përcolli edhe emocionet që pastaj kishte nxjerr para se të dilte dhe pasi doli. Edhe pas vlerësimit, se ishte një vlerësim shumë i madh i interpretimit me, të them të vërtetën, interpretoi me mjeshtri të lartë artistike. Edhe për shkak të ndoshta të ADN-s, edhe për shkak të profesionalizmit, sepse thash studion për art spektakël, dhe për shkak të pasionit, sepse pasioni është shumë i madh. Pikërisht. Pra, pasioni çan malet e shpon detet. Është një fjalë po. Pasioni, po pasi edhe e ka dhe të trashëguar nga familja për kombit të mos humbet ajo tradita, kultura shqiptare asnjëherë. Jo, sigurisht ajo përpoqëste të interpretonte skenën tamam si një shtoj zaballe, sepse andej nga avion është vendi i shtoj zaballave. Kështu që vërtet për te modestisë, pavarësisht se është vajza ime, mund të themi nga pikpamja profesionale interpretojmë në mënyrë të shkëlqyer. Dhe besoj që premton për të ardhmen. A mendoni që folklori shqiptar po promovohet sa duhet, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, në Maqedoni? Po tani paradoksi është shumë i madh. Cili është paradoksi? Unë shkojnë nga Kashari, vendi ku jetoj në Tiranë,
në Sanremo. Dhe shkoj me kursimet e familjes time dhe me mbështetjen e miqve. Kurse Kanye West vjen në Kashar dhe shpërblehet nga qeveria, nga fondi rezervë 4.5 milion euro. Dhe Ministri i Kulturës i Shqipërisë ende nuk ka thënë një fjalë për suksesin e 2 artistëve në Sanremo. Ende nuk ka thënë një fjalë për zotërinë që u bë pjesë e filmit Odisea. Pra, ishte polifonia u bë pjesë e filmit Odisea. Dhe zotëria punonte 2 punë për të mbajtur familjen. Pra, prandaj përmenda që në fillim që pasioni dhe ka bërë një shkrim një gazetar, publicist i talentuar, misioni pasioni përballë utilitarizmit dhe komercializmit. Asgjë s'mund të mund pasionin. Dhe një shkrimtar i madh thotë, në qytete lindin talente, në provinca vdesin gjeni. Por asgjë nuk ka më të madhe se sa pasionin. Dhe qëllimit i arrit ai që e ka qëllimin. Dhe ne kemi një kontribut, thash, unë personalisht 40 vite në skenë, pra 4 dekada, dhe ende, po themi, nga suksesi i fundit, sepse përmenda disa suksese ndërkombëtare, që këto janë të dokumentuara nëpërmjet mediave të kohës, edhe atëherë dhe sot. Dhe ende nuk ka një vlerësim me një fjalë, sepse njeriu ka nevojë ti me klosh cedrën, sepse ndihesh krenar kur dikush të përfaqëson me dinitet në një ballafaqim ndërkombëtar në 18 shtete. Por ne nuk shtepemi, ne vazhdojmë me pasion misionin ton. Misioni jon është jetëgjatësia e një kombi varet nga jetëgjatësia e kulturës së tij, thot profeti Muhammed. Dhe kombi shqiptar ka një sakrificë kristiane për mbijetesë. Dhe në përplasjet e tij, në shekuj me pushtuesit të shumt, falë kulturës ka mbijetuar. Dhe sot është mision që të kontribuosh për kulturën, sepse kultura na bashkon, na inkurajon për të bërë realizuar ëndrrën që kombet tjera kanë kryer me kohë. Asgjë nuk pasiohet më bukur se sa në kulturë. Thash pak më sipër kënga, vallja, shpalosin historinë e një kombi. Autori i librit Fije Bari, ujtëman thotë s'kam çfarë të jap kombit tim përveç se fjalës. E në fakt, libri Fije Bari u bë Bibël dhe Kur'an për demokracinë amerikane. Kështu që, me qenë që jemi të libri, unë kam shkruar edhe 15 libra, të cilët janë libra që kanë vetëm temën çështje kombëtare, fillim dhe mbarim të gjitha kanë emërues përbashkë, kryefjalë kallëzues, çështjen kombëtare, kontributin për çështjen kombëtare, sepse sot është shumë e rëndësishme që ne thash jemi i vetmi kombë që s'kemi kryer atë që kombet tjera kanë kryer me kohë, bashkimin kombëtar. Dhe duhet të heqim përcaktimet pejorative, do t'i thoja unë, Tetovari, Shkupjani, Preshovari. Jemi të gjithë shqiptar. Apo ka një teori shumë të rrezikshme, teoria e kombit kosovar. Dhe kjo teoria e kombit kosovar shkon fiks sipas filozofisë së Serbisë, që kosovarët janë serb të turqizuar. Dhe nëse vënë deklaratat e fundit, edhe do të diku, atje thot muslimanët e Ballkanit janë të rrezikshëm, ajo tjetra pa deklarat, Ministria e Administratës Publike dhe pushtetit lokal thot, po të kisha gjendur dhe të kisha zhdu krejt shqiptarët e Kosovës, pra kjo është e tmerrshme. Në një aktivitet në Plau Guci, një dashamir i madh i shqiptarëve, ambasadori Walker, i cili është dokumentuesi i masakrës së Reçakut, i cili do të bëhet film shumë shpejt, tha, unë nuk i ndaj shqiptarët në Çam, e Ulqinak, Tetovar apo Kosovar. Shqiptarët janë një dhe kanë një flamur, flamurin e Gjergj Kasiotit Skënderbeut. Pra ne kemi simbolin shtetëror, kemi simbolin kombëtar, Gjergj Kasiotin Skënderbeut, dhe në mbar hapësirën etnike, shqiptarët janë shqiptarë. Pra nuk ka, edhe e theksoj edhe herë, nuk ka Tetovar, nuk ka Kosovar, nuk ka Tuzjan, nuk ka Shkupjan, ka shqiptar të Shkupit, shqiptar të Kosovës, shqiptar të Preshevës. Dhe është shumë shumë e rëndësishme platforma jonë, sepse ka një platformë inxhinerike, thënë në mënyrë metaforike, për enklavizimin e kombit shqiptar.
Pra, coptimin e kombit shqiptar. Ndonë se jemi në zenit, pra, ishim sepse shekulli, ky milenium filloi me emrin e shqiptarëve, ky shekull i ri filloi me emrin e shqiptarëve, pra shqiptarët ishin kryefjalë e kallëzuesi i kancelarive perëndimore dhe ne duhet luftojmë për realizimin e kësaj ëndre, sepse ka thash një platformë inxhinierike për coptimin. E thash, kombi kosovar, ekstraterritorialitetin në Kosovë, majorizimi këtu në Maqedoni, goditja gjuhës shqipe pra në Maqedoninë e Veriut, heqja e emrave shqiptar në Tetov, pasivizimi në Preshevë, firmosja e marrëveshjes kishës ortodokse të Malit Zi me kishën ortodokse të Serbisë, me bekimin e ish-kryeministit Apazović. Këto janë ngjarje shumë të rrezikshme. Përpjekja e fundit që bëri një eurodeputet i zgjedhur nga në fakt Shqipërisë, por përfaqëson Greqinë, Fredi Beleri, që tha masakrat e vitit 1914, pashpallja e autonomisë e Pririt Veriut, tha ishte akt diniteti. Po këto janë veprimtari shumë të rrezikshme, këto janë platforma shumë të rrezikshme e përballë këtyre platformave të rrezikshme, sepse serbët kanë shpall beslidhjen slave apo beslidhjen serbe, ne do të kemi beslidhjen shqiptare. Ende nuk kemi një beslidhje shqiptare. E besoj që politika shqiptare, këtu në Maqedoni të Veriut, në Shqipëri, në Kosovë, në Malzi, në Preshevë, kur bëhet fjalë për çështjen kombëtare, duhet të funksionojë si një ansambël, meqenëse se jemi në fushën artistike. Pra du t'jenë unik si një ansambël, jo të fragmentarizuar, të ndarë, sepse të ndarë, pastaj na realizojnë të projekte të rrezikshme. Du të jemi të bashkuar me një fjalë. Po, du të jemi të bashkuar dhe asgjë nuk të bashkon më shumë se sa arti, më shumë se sa kënga, më shumë se sa vallja, sepse ajo shpalos historinë tonë, të dhimbshme, po të lavdishme. E theksoj edhe herë, në përpjekjet shumë shekullore, pra për mbijetesë me pushtues të ndryshëm, ne ja kemi dalë dhe kjo qendres dhe i dedikohet sigurisht artit. Mund të na thoni, zotëri Haklaj, sa është e vështirë ta ruash traditën në familje sot? Ju e potencuat edhe më herë se me vajzën jeni ngjitur në një skenë aq të madhe. Nuk e di ja keni trashëguar atë interesin për politikë. Ju e theksuat edhe më herë që jeni një familje që keni dhënë një kontribut të madh për kombin shqiptar. Mund të na thuani se Jo, vajza tjetër është apasionuar pas politikës, ajo ka studiuar ajo ka studiuar për psikologji, jurisprudencë. Do të thonë njëra është në këtë pjesë tjetra. I ke ndarë ato dëshirat e juaj, njërën për politikë, njërën për art. Kam djalin për djalin ende s'është përcaktuar, pavarësisht, do të thënë, është nuk është shumë. Do të ngelet edhe ai si ju, në të dyat, edhe me politikën, edhe me artin. Sa është e vështirë ta ruash traditën, të themi në familjen sot, dhe interesi të rinjëve për traditat, për kulturën shqiptare? Shiko, kur kam parë Çali Çaplini i shkruante të bijës. Unë kam interpretuar me pantallona të grisura, kurse ju deputoni suksesshëm me fustan të mëndafsht. Pra, unë shpeshherë, këta ja kam treguar vajzës time, dhe ishte një urim për një ditëlinje, pikërisht me këtë urim që i bënte Çali Çaplini të bijës së vet. Pra, sot pasioni ka dhe faturë, ka dhe kosto, sepse duhet sigurisht dhe mbështetje. Ne kemi patur pak mbështetje dhe kemi kërkuar në rrugtimin tonë të gjatë një mbështetje simbolike, por pavarësisht asaj, e theksoj edhe një herë, pasioni është më i madh se çdo lloj mbështetje. Dhe s'ka sponsorizim, mbështetje më të madhe se sa publiku. Në sofrën Dardhane ndërpoi mira vet, 3 ditë 3 net, mbushin stadiumin e Lorëve me dorë 24 vite. Pra kjo është mbështetja më e madhe dorë trokitit të publikut, aty në prehër të Alpeve, aty ku bashkohet Drini me Valbonën, aty ku takohesh me perëndit e Skelit, shtrohet sofra Dardane, me bekimin e hynorëve Dervish Lusha Rebeli, në një vend piktoresk, siç është pra Dardania Alpine, Malësia e Gjakovës, dhe për 24 vite publiku, jo vetëm i Malësisë së Gjakovës, por edhe rrafshit Dukagjin dhe tek Kosovës ka qenë mbështetje për ne. S'ka gjë më të bukur pra edhe më mrekullueshme se sa kur merr dorë trokitet e publikut. Apo s'ka gjë më të bukur se sa kur sofrën Dardane e hap me këngë polifonike. Apo festivalin e këngës dhe Vallës Çame me këngën karakteristike të Merveçanit, sepse ne shpesh herë bëjmë deklarata do integrohemi në Bashkimin Evropian, do shkojmë atje, do shkojmë këtu, po nuk ka asnjë integrim ndërkombëtar pa integrim kombëtar. Dhe kur hapet sofra Dardane me këngë polifonike, apo me vallën e Osman Takës, apo
kur hapet me Festivali Këngës dhe Vallet Shame me këngën e Fatmira Berçanit, Rivladit, Ilir Shaqirit, sigurisht që ndihesh mirë që publiku do të rrëget me zjarr. Dhe misioni jonë është rujtja e kombit shqiptar. Pse? Sepse parë nga pikpamja filozofike, Shqipëria futet tek kombet etnokulturore. Pra, nga pikpamja filozofike kemi komb dinastik, komb politik, komb etnokulturor, por ka edhe kombi fetar. Dhe ata që në rrethojnë ne janë kombi fetar. Në qoftë se shqiptarët betohen në kushtetut, grekët dhe serbët betohen në Bibël. Dhe ata kanë vazhduar një sulm të jashtëzakonshëm për vjedhjen dhe grabitjen e kulturës tonë kombëtare dhe për ta listuar atë si trashëgimi kulturore në UNESCO. Bën përpjekjet për të na marrë lahutën. Dështuan. Pse dështuan? Sepse ata quhen guslën. Gusla është shumë e vonshme. Lahuta është shumë e hershme. Lahuta është shpirti i eposit të krishterëve. Dhe ai këmbgulja jonë është për të dërguar dhe eposin e krishterëve. Ne sot kemi xhubletën. 4000 vjeçare. Dhe çka dëshmon kjo xhublet? Dhe thash pak më sipër sofra Dardane dhe UÇK-ja. Sepse ne kemi qenë të veshur kur qertë kacavireshin pembe dhe ishin të zhveshur. Ne kemi qenë në trojet tona dhe lufta jonë ka qenë mbrojtëse, jo mësymse. Ne kemi lahutën pra. Lahuta është shpirti i eposit të krishterëve. Dhe lahut do të thotë lutje, kuvendim me Zotin. Dhe shqiptarët i kanë thënë dhe Niket Dardanin, atë që ka bërë himnin kishtar. Dhe për Krishtin Sanremo, këtë u kujtova. Kur u mbyll Vallja, ajo na përshëndeti, do të thënë edhe në emër të organizatorëve, edhe në emër të publikut, dhe unë përshëndeta këtë thjesht, te Deum laudamus, lavdërimi i takon Zotit. Faleminderit o Zot. Pra, ky është Niket Dardani. Pra, jemi që kemi dhënë kontributet të jashtëzakonshme, kemi dhënë Konstantinin e Madh që ka certifikuar këshillimin si fe zyrtare, Dioklecianin, Justinianin, që ka bërë kodin e Justinianit. Pra, kemi dhënë jashtëzakonisht kontribut në qytetërimin evropian dhe sot ne themi do shkojmë në Evropë, kur vetë jemi themeluesit e Evropës. Pra, dhe kjo është shumë e rëndësishme tani, që ne nëpërmjet kësaj kulture të ruajmë kulturën tonë tradicionale. Gjergj Kastrioti, madje shkojmë mandej, Piro e Pirit, Aleksandri i Madh, para që të hynin luftë kërcenin për të hequr emocionin luftëtarëve. Dhe ka pas një përpjekje të jashtëzakonshme nga Greqia për të na rrëmbyer vallen e Osman Takës, që është vallja pirike e Piros Madh. Po sot shoqata Çamëria, Dega Vlorë, ka një kontribut të jashtëzakonshëm, ka përgatitur dokumentacionin dhe shpresojmë e besojmë që edhe Vallja Çame të bëhet pjesë e trashëgimisë kulturore të shqiptarëve në UNESCO. Kemi këtu kthjimin e rënd të Shkupit. Kemi vallën e Tepsijave nga Rrugova që po përpiqen përsëri për ta marrë. Pra, ne jemi në hulumtimin, qumtimin dhe gjegjen e gjithë këtyre numrave të jashtëzakonshëm, artistik dhe tradicional për të përmbledhur thash tek eposi edhe për të bërë pjesë të trashëgimisë kulturore të shqiptarëve në UNESCO. Kjo është shumë e rëndësishme dhe shpresojmë besojmë që kemi mbështetjen e gjithë shqiptarëve në të ardhmen që të kemi rezultat, sepse asnjëherë s'kemi dështuar, nuk do të dështojmë ashtu. Së shpejti do të bëjmë festivalin Eposi, pikpjekja e krishterëve në logun e Zanëve, në bashkinë e Lezhës dhe në bashkinë e Kamzës. Pastaj do të konkretizojmë te platformën e madhe për të dërguar, siç thash, në UNESCO. Dhe u inkurajoj gjithë artistët të gjitha trojeve shqiptare të bëjnë përpjekje të jashtëzakonshme për të mbartur e për të trashëguar brez pas brezi. Sepse kemi patur edhe mashtrime publike, shpeshherë thonë që e kemi dërguar polifonin labën UNESCO. Dhe doli pas Zotit Vendim Kapaj që bëj pjesë e Odises, që nuk është polifonia shqiptare në UNESCO, është isopolifonia në UNESCO. Dhe kanë quajtur në UNESCO polifonin greke. Pra, betejë është për të rrëmbyer kulturën. Kultura shqiptare është thesari më i çmuar që kanë shqiptarët.
Prandaj duhet ta ruajnë. Është pasuria me e madhe që i kanë shqiptarët, sepse nëpërmjet kësaj kulture, tash ne bëjmë ballafaqimin e dominimin me kombë të tjera. Një rilindas i madh thot me shkronja shkruhet alfabeti, me shkronja shkruhet kombi. Po të mos ishte kom, po të mos ishin shkronjat, alfabeti nuk do të kishte kombë shqiptar. Ky është Papagristo Negovani, dëshmori i alfabetit. Pra, s'ka gjë më të bukur se sa alfabeti në shqip, por 3 shkronjat më të bukura, më të ardha janë UÇK. Besojmë që së shpejti çlirimtarët të kemi të lirë, sepse ka qenë gjyqi më idiotesk në historinë e njerëzimit, një gjyq farz i krijuar nga Rusia, nga Serbia, dhe po bëjnë 6 vite që drejtuesit e UÇK-s ndodhen në Hag me aktakuza qesharake, ndërmarrje e përbashkët kriminale. E unë shfrytëzoj rastin të përshëndes gjithë shqiptarët në protestat masive që organizuan në Tiranë, në Hag, në Strasburg, në Shkup. Gjithkund. Po, gjithkund në mbështetje 2 herë në Kosovë, në mbështetje të ushtrisë shqiptare, e besojmë që me 16 shtator të jenë të lirë dhe të dominojë kauza jonë, kauza e drejtë e ushtrisë shqiptare, sepse kemi pas një betejë të sërgjatur me Hagën, që nga ish kryeministri Haradinaj e deri të fundit këta për drejtësinë tonë. Pra, e thash më sipër dhe apostrofoj edhe një herë. Lufta jonë ka qenë mbrojtëse, jo mësimse. Ka qenë sepse kemi qenë në trojet tona dhe kemi mbrojtur dinitetin dhe identitetin. Identiteti është UÇK-ja. Meqense fola edhe pak për lahutën, me binë me mend vargjet, mos ma shaj barbar lahutën, se unë kur se kam dash luftën. S'kam dash këngë me pushke gjak, gjersa mësole varrin në Prag. Pra, ata na kanë sjellë varrin në Prag. Në kanë qilë varrin në Prag. E dëgjuat deklaratën e ministrës pushtetit lokal dhe administratë publike që tha të shparosim komunitet shqiptar të Kosovës. Pra 100 masakra masive. E kur në përvjetorin e Srebrenicës. Shqiptarët kanë pas disa masakra. Që është masakra komunën e popullsisë Çame. Në vitin 1944 në vrar mijëra Çam, masakrën e Tivarit, masakrën e Bihorit, masakrën e fundit, pra ndaj shqiptarëve, ose kthyer në kohë 1878 me zhvendosjen e 70 sa fshatrave dhe ku kanë vdekur 70.000 shqiptarë, 1878-1871 zhvendosjen me dhunë nga Nishi, pra deri te operacioni Patkoj i Slobodan Miloševićit, i cili i përshtetur në memorandumet Çubrillaviçit, Viko Andrićit dhe Qosiçit, bëri përpjekjen për shpopullimin e Kosovës, pra 800.000 shqiptarë të shpërgullin nga trojet e veta. Dhe kjo këngë e kjo valle, pra, këtë qendres pasqyron. Qendresën tonë që askush nuk e ka si kombë shqiptar, sepse ka qëndruar thash në mënyrë stoike, me konsistencë e persistencë, sepse ka qenë në trojet e veta. Pikërisht. Zotri Arke, për shkak se dhe koha nuk na premton, kam edhe disa pyetje. Shkaqi i ftesës, domethënë, ishte pikërisht kultura. Por ju gjithashtu ju njohim edhe nga politika. Keni jeni edhe aktiv. Çfarë ju mësoi politika për jetën? Po sigurisht, unë thash jam përpjekur të bëj në jetën time politikë artistike dhe art politik. Unë jam zgjedhur deputet e Kuvendit të Shqipërisë në vitin 2001. Pas një burgimi, sepse kam qenë i burgosur, nga kundërshtar politik, populli Malqisë Gjakovës me ka votuar ndonë se i burgosur dhe me 10 akuza qesharake. Dhe pasi kam kaluar një sera tentatësh, unë ja kam dalur që më në fund të përfaqësoj Malqinë e Gjakovës në Parlamentin e Shqipërisë. Por asnjëherë nuk kam heqë dorë as nga arti dhe kam bërë një rrugtim të dyfishtë së bashku në njërën dorë artin, në dorën tjetër politikën. Dhe pastaj, pas vitit 2005, kam qenë jam marrë përsërimi politik, nuk kam qenë me deputet i Kuvendit të Shqipërisë, kam rikandiduar në Tiranë në emër të demokratëve Euroatlantik dhe vazhdoj e kam pasion politikën. A ju mungon?
s'me më ngën fare, sepse çdo ditë emri im edhe kur s'merr në unë me politikë, merret politika me emrin tim. Unë sapo të thash fillim të emisionit si më ndaluar. Keni pas probleme në kufi. Unë probleme politike kam patur, se s'kam pas probleme të tjera, por nuk e dorë nga politika, përderisa kam shtetin e popullit malqis Gjakovës, përderisa kam shtetin e shumë qytetarëve, thash kam qenë njëri nga drejtuesit e protestave për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, madje moderatori i protestës në Tiranë, një nga folësit këtu në Shkup, kam qenë në Strasburg. Ju shoh në rrjetet sociale se jeni mjaft aktiv, nuk ndaleni. Në mbështetje të kauzës së drejtë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sepse vërtet kemi bërë luftë të drejtë dhe besoj që me ndihmën e Zotit e me lejen e Tij do të ngadhnjejmë edhe këtë herë të fundit në Hag për të realizuar pra certifikimin e kauzës së drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila në bashkëpunim me NATO-n realizoi ëndrrën tonë shekullore. Dhe tani kjo ëndra jonë shekullore ka patur edhe një partner, sepse kemi patur mbështetjen strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, respekt të mirëjoje dhe për aleatin tonë strategjik. Shpeshherë kam thënë në shumë studje dhe po i them edhe këtu. Çiftelia ka dy tela. Shqiptarët, sa që ngjallë mbi dhe, duhet t'i bien çiftelisë në akord. Njëri tel shqiptarësh dhe tjetrit amerikanësh. Pse po e them këtë? Sepse shqiptarët disa janë të ndarshur në rryma fetare, krajinore, shqiptarët thash janë unik dhe kanë një partner Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që nga viti 1919, 1920, pas luftës së parë botërore, pas shemjes së 4 perëndorive, pra siç ishte Rusia cariste, Gjermania, Habsburgët, Turqia, perëndoria e Turqisë që ishin pjesë e saj, u themelua mbretëria serbo-kroate slovene dhe shqiptarët mbetën bashkë ndarë. Por ishte Wilsoni që mbrojti kombin shqiptar. Kemi në vitin 1970 Nixonin, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, që ja bleu, thënë shkurt, pasër dhe Shqip, autonominë substanciale Titës për Kosovën. Pra i dha një kredi për ta bindur dhe i mori autonominë substanciale të Kosovës. Kemi në vitin 1989 Slobodan Miloševići shpalosi platformën e hegemonisë serbe, ato që ka shpalos Vučići sot bashkëpunëtori i tij, pra, ka mbledh 6.000 serb dhe ka bërë beslinë serbe, e shpalosi Slobodan Miloševići në fushë Kosovë. Dhe kërkonte ta spastronte etnikisht krejtësisht Ballkanin. Pra, në vitet 90, 94, gjën siç ndodhi edhe në Bosnjë, por që u konkretizua pastaj përpjekja time me masakrin e Srebrenicës. Por kemi paralajmimin e madh të George Bushit i vjetër, që quhet paralajmimi i Krishtlindjeve në vitin 1992. Mos guxo të prekësh Kosovën. Kemi pastaj njohjen e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga Holbrooku. Kemi marrëveshjen e Rambojës. Kemi goditjen që i bëri, urdhën që dha Bill Clintoni për goditjen e makinës gjakatar Çengiskanit të Ballkanit Slobodan Miloševići. Kemi George Bushin në Tiranë me 10 qershor, ditën lidhje shqiptarit për qeverin të vitit 2007, tha pavarësi sot për Kosovën. Nesër është vonë. Pra shqiptarët duhet të jenë mirënjohës Shtetet e Bashkuara të Amerikës sepse ka një përpjekje të një politike në emër të sovranizmit për të institucionalizuar anti-amerikanizmin. Dhe kjo është e pafalshme për shqiptarët. Pra ne kemi një mik strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra respekt e mirënjohje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çiftelia me dy tela. Një shqiptarë. A mendoni se kultura bashkon më shumë se sa politika? Po, sigurisht, kultura bashkon më shumë se sa politika, sepse nëse shohim aktivitetet kulturore, por sa herë përzihen me politikë, ato pastaj përplasin, ka një përplasje, por ne kemi arritur të gjejmë masën, ne si ekip drejtuesi i Unionit Artistik të gjejmë masën e barazisë midis kulturës dhe politikës pa i tepruar. Do të thënë, e thash edhe një herë, bëjmë politikë artistike, art politik, politikë diplomatike edhe diplomaci artistike. Dhe ato shkojnë sinkron me njëra tjetrën. Janë të lidhura njëra me tjetrën. Sot ja kemi dalë, nuk kemi dështuar. Dhe shpresojmë e besojmë, e me besim të madh, e me lejen e ndihmën e Zotit që do t'ja dalim, pra nuk do të dështojmë. Shumë shpejt do të kemi ndoshta projekte në madh kombëtar, realizimit, pra mota jonë është një kombë, një gjuhë, një kulturë, një histori, pse jo një shtet. Shpresojmë. Nëse nuk do t'ishi marrë kur me politikë, çfarë profesioni do të kishi zgjedhur ju? Po unë kam pas unë kam ushtruar detyrën
detyrën e ekonomistit, detyrën e punës të tropojës, kam ushtruar detyrën e ekonomistit të kreditit në bankën kombëtare tregtare të tropojë, kam studiuar për ekonomi, financë, kam studiuar për jurisprudencë, kam studiuar për koreografi, kam pasion librin, kam shkruar 15 libra, e theksoj edhe një herë, kam shkruar 15 libra. Këtë të fundit kisha manifestin e kombit shqiptar, pra duke i bërë një skanër. Do thënë ju do kishi bërë gjitha profesionet, të themi. Gjitha profesionet, nga pak, sepse unë s'ri dot. Nuk rini dot. Nuk ri dot, nuk ri dot, do të thënë, vetë punësohem për sekunda. Do të thënë, për t'ullim dikun, unë sigurisht që do të merrem me një punë, sepse njerëzit që nuk merren me punë, unë i quaj konsumator të padobishëm. Dhe në fund, zotëri Haklaj, për shkak se edhe koha nuk na premton, cili do të ishte mesazhi juaj, sidomos të rinjëve që ndoshta ende nuk e njohin sa duhet pasurinë e kulturës sonë, sa e pasur është të themi kultura jonë. Po s'ka gjë më të bukur, e thash, kultura jonë është thesar, dhe unë ftoj të rit e të reja të shqiptare të mos harrojnë kulturën tonë kombëtare, sepse ajo që na identifikon midis kombeve tjera është kultura, është kënga dhe vallja më e bukur, vallëzimi i shqipëve, kënga e shqipëve. Do të thënë ne kemi emrin më të bukur që kanë në botë. Pra vallëzim me shqipët, këndoj me shqipët, apo vallëzim me ujësit. Pra sepse shqiptarët janë mësuar, do të thënë, me betejë, dhe gjithmonë motoja jonë ka qenë mos prek shqipen se zemrohen luanët. Dhe për një pllom tokë e jap një kokë, ose për këtë plis, e jap një plis. Ju faleminderit të shumë për gjitha këto mesazhe. mesazhe. Plisi, xhamadani, xhubleta, janë treguesit e shpata, lahuta, pra çdo shtëpi karakteristike i ka të gjitha këto. Të gjitha këto që është... Kjo është identiteti i shqiptarëve, dhe s'ka gjë më të bukur se sa ta mbrosh identitetin dhe ta mbrosh me kulturë. Faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit tonë, që mund të themi që keni marrë rrugën nga Shqipëria për të ardhur enkas për emisionin tonë, ku drejt për drejt ju folët të shumë për pjesëmarrjen tuaj në Sanremo dhe për gjitha kulturën, për historinë e popullit shqiptar. Ju faleminderit edhe një herë. Shumë faleminderit edhe ju, dhe nëpërmjet televizionit tuaj duhet përshëndes të gjithë vëllezërit tanë të një gjuhë të një gjaku këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe gjitha ata të cilët nëpërmjet valeve tuaja ndjekin emisionin tuaj. Ju faleminderit edhe një herë.